Ja precedentet këti, precedentet. Jacques Chirac dhe Bill Clinton dhe unë. I treti në radhë. I treti në radhë. Bile i pari isha do është më konë. Ka lider tjerë me prire shumë autoritare që ata janë intervistu në prokurori që janë sistemet pastra kështu autoritare, madje dhe tila ta zëmë në rastin e... që në sisteme autoritare i kontrolën prokuror për me. Unë besoj konstrukti argumentimit ta zëmë është përmend çështja kohës, nëse çështja kohës, kohë humbet edhe duke i pas në kryeministri. Nuk është që aty intervistojnë më shkurt. Së dyti, fushata zgjedhore ka përfundu. Pra, një prej argumenteve kryesore ka qenë po bëhet për qëllimet fushatës, e tashmë nuk mund të ketë mas një... do shta është tërhequr nga detyra e vetë pikërisht mos të intervenuar. Dhe së dyti ka qenë tashmë zgjedhjet kanë përfundu, rezultati është i qartë, asnjë intervistim ose çfarë do veprimi ligjor nuk e ndikon me rezultatin zgjedhor si tillë. Edhe sa i përket imazhit, në fakt unë besoj që ngjarja e cila prodhohet duke mos shku. E duke provoku... Në kuptim të imazhit, unë besoj që duke ik imazhit se kryeministri po intervistohet për çështje korruptive, do shkojmë drejt një imazhit të vendeve autoritare, ku kryeministrat, për shkak të insistimit edhe këmbguljes së tyre, intervistohen vetëm aty ku duan ata. Për shkak se nesër dikush mund të dua vetëm në shtëpi timën. Pra precedenti që po krijohet nga dikush që duhet të jetë shembull për ta respektuar parimin e sundimit ligjit edhe ndarjen e pushteteve, po ndodh pikërisht e kundërta. Unë besoj kjo është dëmja e pasoja më e madhe, se fundja po flasim për qenit dëshmitar. Pra as Bill Clinton, as Jacques Chirac nuk kanë qenë në procedurat respektive dëshmitar. Kanë qenë të dyshuar për vepra caktuara, kështu që nuk është që ka ndonjë arsye tim as logjik. Buçi është hala më e madhe. Sarkozy ka shkuar në gjykat, ka dhënë dëshmi e të tjerë. Benjamin Netanyahu në mes luftës ka shku dhe ka dhënë intervistë. Por ka vende ku edhe në mes luftës kanë dhënë që kjo i jep një mundësi ma vonë të në Albin Kurtit, e pat aty përmendet politizimi, edhe thot mu po dojnë edhe të më burgosin për shkak se unë po du të pastroj prokurorin dhe gjyqësin. Edhe me qenë që unë po du të pastroj këta ta shtimu më sulmojnë. Provokon burgosin për shkak të mos përgjigjes ndaj ftesës. Ata mund vesh me detyru me marrin edhe që nuk shkon efektivisht në burg. Po ai pastaj dëshmitar që prodhon mjafton për me përdor më vonë kështu politikisht. Edhe të shtetarit e shitet goxha mirë kjo kështu. Dhe ju thoni se nesër çka mund ndodh nëse s'shkon, pra ja ka caktuar prokuroria? Ligjërisht, nëse kryeministri e ndjek agjendën e publikuar në faqet të Ministrisë Arsimit, atëherë kryeministri nesër duhet xhobitet për mos shkuarje, mos paraqitje për intervistim. Gjoba nëse nuk gaboj është afërsisht 250 euro, dhe kemi raste të tilla kur në të kaluarën zyrtar me pushtet ekzekutiv, ka qenë rasti i Blerim Kuqit, është xhobitur 4-5 herë, për shkak se njëti ka refuzuar që shkojë dhe të jap dëshminë, ose edhe kur ka shkuar nuk është përgjigjur në pyetje. Pra, unë nuk besoj që jemi as afër ndonjë skenari apo situate ku do të mund të arrestohej, për shkak se ka shumë hapa tjerë, dhe po i gjithë kalkulimi është që të paraqitet, unë besoj një skenare situate e tillë, gjëja se prokuroria është kundër reformimit, edhe në frymën e kësaj po bëhet, madje mund të jetë kështu me kalkulime edhe më afatgjata në rast të pamundësisë për formimin e qeverisë. Vetëm nëse kthehemi te ai shpjegimi origjinal i zotit Kurti, kryeministri, se pse nuk po shkon në prokurori, ka thënë që nuk dua që një kryeministër që ka fituar në idenë e luftës kundër korrupsionit shkoj si dëshmitar për një rast korruptiv, dhe kështu s'dua dal media ndërkombëtare, po nëse arrestohet, media ndërkombëtare del se u arrestua kryeministri për rast korruptiv. Pra shumë fish lajm nga aspekti gazetaresk dhe indikimit më i madh se sa vetëm shkon të jap një deklaratë. Aty nuk ka argument, ka kontradikt në ato që ka thonë zoti Kurti, sepse një kryeministër i cili ka ardhur me idenë e luftës kundër korrupsionit, menzipret me shku me dëshmu për korrupsion. Edhe duke bërë me shembull personal, pra duke dhënë. Është po, absolutisht. Ama kur s'ka frikë që s'është i korruptuar. Po, në mes të dy narrativave, pra imazhet në gazetat prestigjioze ndërkombëtare dhe imazhet tek qytetarët, ai po zgjedh qëllimisht që duke u thirrë në imazhin ndërkombëtar, ta krijojë imazhin e personit të përndjekur nga institucionet e drejtësisë. Nesër, nëse pra ne po e vlerësojmë si masa më e butë, kryeministri i Kosovës,
dënohet, i shqiptohet pra gjop 250 euro për mos përzizje ndaj prokurorisë për të dëshmuar në një rast korupcion